Kryemadhi shfaqet me macën e Metës, shoqe besnike që s'të lë asnjëherë vetëm. Deputetja e Partisë së Lirisë Monika Kryemadhi shfaqur në rrjetet sociale këtë të premte pa kostum politik, por e veshur sportive dhe me një shikim në horizont. Ajo nuk shfaqet e vetme, pranë saj qëndron Macja Sasha, e cila më parë shfaqur në shumë foto të kryetarit të Partisë së Lirisë Ilir Meta, në mungesë të Metës, Sasha dhe Kryemadhi kanë zgjedhur t'i bëjnë shoqëri njëra tjetrës. Ndërkohë, si për të vërtetuar mungesën e Metës, Kryemadhi shkruan krahas fotos me Sashën, shoqe besnike që s'të le asnjëherë vetëm. Që nga tetori vitit të shkuar, kur Meta u arrestua me urdhër të SPA, Kryemadhi ka vendosur të kujdeset për Sashën. Edhe pse para se Meta të arrestohej, çifti kishin bërë të ditur se do të divorcoheshin dhe se arsyeja për këto ishte pikërisht vendimet politike që për ironi të fatit ishin politika që i bashkoi në rini. Pas divorcit nuk ishte qartë se kush do e mbante macën në prehrin e tij, nëse Meta do të ishte jashtë qelie, por për sa kohë Meta qëndron në burg, Sasha nuk ka zgjidhje tjetër veçse të qëndrojë me ishin e pronarit të saj. Pas divorcit nuk ishte qartë se kush do ta mbante macën në prehrin e tij, nëse Meta do të ishte jashtë qelie, por ndërkohë që Meta qëndron në burg, Sasha nuk ka zgjidhje tjetër veçse të qëndrojë me ishin e pronarit të tij.